Që vllazën, sa herë që t'ju humbe një nimet, një dhunti, një begati që Allah ju ka pas dhënë, ta dini se kini bot gjuna e ju ka hup prej dorës. Gjunahi është që ullë standardin tonë, mëkati. Janë gjunahet ato të cilat ndikojnë të ne që me në ra standardi, me në ushtu belat, dhe të Allahu Teala wa ma kana Allahu li yadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah s'u ka bo zullum njerëzve, por ata i kanë bo vetit zullum. Gjunahi bane që Ademi a.s. me humb që të gjitha. Dhe kur u dëbu Ademi a.s. prej gjennetit bashk me Havën, çka bane Ademi a.s.? Ademi a.s. u pendu sinqerisht dhe është thonë diku 40 vjet ka qaj derisa Allah e ka pranu tauben e ti. Pas 40 vjeta që e ka përmend Ibn Kathiri, Allah e di më mirë, Allahu ja pranoi tauben dhe i tregoj se ti ke mundësi përsëri me ardhë në xhennet, por si njeri ti dhe pasardhësit e tu duhet me tregu vetin se keni me ngu mu e jo me ngu shejtanin e mallkum. Keni me ngu Allahun, krijuesin e juj, jo shejtanin, armikun e juj. Dhe tash jemi ne në një botë ku ne duhet me tregu se e kem meritu shpërblimin pra anës Allahut Teala. Tash me çka ti po do në dhënjere me hi në xhennet? Me çka e ke meritu ti xhennetin? Ti nëse nuk je mysafiri i Zotit, shtëpit Zotit, nëse s'vjen xhami, që shpëdon xhennet të Zotit. Ti nëse ke shkel ndalesat e Allahut, që shpëdon halallat e Allahut ditë kiamit. Ti nëse nuk ke ndëgju Zotin në këtë dynja, me çfarë fytyre po shkon te Allahu në dynja dhe po kërkon shpërblimin prej madhnisë së tij.